Ne kemi vendosur që sot të ftuar në studion tonë, të kemi një ndër vajzat e cila e ushtron një ndër profesionet që unë nuk dua ta them kështu, mirë po është ende qëndron të jetë pak deficitar, të themi kështu. Mirë po dal nga dal pi marrim hapat e sigurta, mirë po është një ndër gjërat më të bukura të pjesës së gazetarisë, do të janë në drejtimin, kështu një repart të ndryshe. Një departament tjetër më special, ku fokusi më i madh i shumicës së njerëzve është pikërisht ky departament. Po pjesa më e mirë di çfarë është? Nuk rrin në studio me këto reflektorët, del në fush. Dhe mirëmëngjes i themi pikërisht gazetare sportive Mirela Haxhia, mirë se erdhe, faleminderit shumë që pranove ftesën tonë. Mirëmëngjes Mirela. Mirëmëngjes, dhe është gjithë kënaqësia ime të jem këtu. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësia është edhe e jona, sigurisht. Unë do doja përpara se të kalojmë tash tek tema, tek intervista që kemi bërë zakonisht. Ne kemi pyetje, temën e ditës që e diskutojmë me shikuesit tanë, gjithmonë. Por kërkojmë se nuk të para përgatitëm për këtë. S'ka gjë. Po s'ka gjë, sepse është spontanisht. Gazetarët përgjithsisht janë të përgatitur që kështu. Kështu që jeni të mirë se ardhur. E ke menduar, e mendon shumë shpesh pikërisht këtë pyetje që do ta bëj. Temën e sotme që e diskutuam me shumicën e shikuesve tanë ishte: çfarë do t'i thoje vetes, po që se kishim mundësi që për 5 vite përpara që të ndryshoje diçka, apo 5 vite në të ardhmen? Do të them edhe çfarë do i thoja vetes 5 vite më përpara dhe 5 vite. Cilën do duash zgjidhje ti? Për 5 vite më vonë nuk e di se çfarë do i them, se varet se si do punoj këto kohë, por 5 vite më Nëse ktheheshim 5 vite më para do i thoja vetes, shiko, goca e punoj çik më shumë se nuk është vetëm zgjohu dhe puno. Gjithmonë, unë tani aktualisht bëj 3 punë edhe normalisht do doja edhe 4-5. Patjetër, më përpara domethënë isha me studimet dhe normalisht nuk punoja dot aq shumë se do fokusohesha te studimet, por do i thoja punoj çik më shumë se mos fle. Mos fle. Pak e punuar. Gjumi është i panevojshëm. Fundi a fundit do i bish pishman që ke fjetaj shumë gjumë. Do bëj një gjë. Edhe unë i them gjithmonë Valbonës, gjumi është 3 orë ose 4 maksimumi. Pjesa tjetër duhet ta shijojmë. Pjesa e letrojit është kronike. Unë them ndonjëherë që të bëhet dita 28 orë kështu. Të kemi mundësi sa të lumtur do ishim, sikur ta kishim kështu. Do e shfrytëzonim një çik më shumë për punën. Dhe kjo do ishte gjëja që do i thoja vetes. Unë do doja shumë që ta pyes Mirelën, pasi që ne zakonisht të fillojmë me atë pyetjen dhe me si ai e personi mëngjesit, mirë po duke marrë parasysh që gazetaria sportive, po 3 puni ka, po mirë po gazetaria sidomos sportive, ndeshjet që ndodhin, sportet të ndryshme janë gjatë natës. Më thuaj si qëndron me mëngjesin. Je pa e kështu në koordinim të mirë, ju shkon muhabeti? Uroj që mami mos ta dëgjoj intervistën. E dëgjove monologun e brendshëm. Uroj që mami mos t'jetë duke e parë intervistën, uroj që kështu sepse e di që do gënjej. Edhe nuk dua ta them kaq kështu. Me se sa kupton askush, po thuaj, thuaj. Në varësi të nevojës janë faktikisht, për shkak të punës tjetër detyrohem të zgjohem rreth orës 8 ose 9 mëngjesit, por jo, në orën 6 se zgjohen disa njerëz për të punuar, që kështu është e keqja. Fal. Si jam i vetëm gjithmonë. Këtu është problemi më i madh, sepse kemi shoqërinë. Jo, shoqërinë e kemi të përgjumur fatkeqësisht. Po, në Maqedoninë e Veriut për dallim nga rajoni, nga Shqipëria dhe nga Kosova ne jemi pak më të vonshëm. Sikur se mëngjesi jon, domethënë pak si është më i vonshëm dhe për atë nuk mund të koordinohemi si popull, dhe të zgjohemi në mëngjes dhe të funksionojmë siç duhet. Drejtori zgjohet në ora 3. E kupton, domethënë kjo nuk është të zgjim, po kjo është mos kjo është turpurim. Në çfarë ore flet? Po në 2. Jo, në 2 bie dhe në 3 zgjohet. Një orë gjuhë. Nëse ne i themi fle me pula, çohesh me pula, po jo, me elektronik. Unë i gjë në gjumë edhe i zgjoj pastaj. Do t'i pokerojën në natës praktikisht. Kur e kemi gjuhën e mirë, vjen edhe profesioni dhe energjia për të gjithat që pushimin që e bëjmë, edhe në reflekton gjithmonë edhe në profesionin tonë. Na thuaj pak për rolin tënd. Unë nuk e dua të pyet se si ka filluar rrugtimi yt e kështu, mirë po na tregosh pak se nga ka lindur pasioni pikërisht për këtë lëmni të gazetarisë. Këtu është interesant, se një femër të bëhet shumica e ka ëndra. Një drejtim tjetër, por si konkretisht pse tek sporti? Sporti. Po, zemra shkoj gjithmonë, domethënë është bukur që ti të bësh pasionin ta kthesh punë. Dhe unë e kam arritur këtë gjë për fatin tim të mirë, jo gjithë e kanë këtë fat. Pasioni për sportin dhe dashuria ime për futbollin, kryesisht për futbollin, ka filluar që në moshën 10 vjeçare. Isha me gjyshin duke parë ndeshjen Gjermani-Portugali në Europianin e 2008-s, një ndeshje që përfundoi 3-2 në favor të Gjermanisë. Shikoj një lojta. Po sigurisht, mbaj dhe golat kush i ka shënuar dhe kush i ka çuar asistimet. Se normalisht lutem shumë. Arkive gjalla.
rallë. Gazetarët e sportit i ke arkiva shumë të mira sepse ne detyrohemi të mbajmë minutazhet, të mbajmë zëvendësimet dhe golat sigurisht se janë gjëra historike në futboll. Dhe unë mbaj mend që një lojtar me numrin 7, normalisht, po jepte spektakël në ato ndeshje dhe isha, kush është ky, çfarë është kjo dhe po më intrigonte si gjë, po më jepte një ndjesi, unë jam njëri që nuk më kap adrenalina. Dhe futbolli po më jepte adrenalinën që një fëmijë 10 vjeç i mungonte. Okej, u interesova. Ishte Bastian Schweinsteiger. Në atë ndeshje ai lojtar shënon gol me asistin e Lukas Podolskit, jep 2 krosime në zonë dhe të 2 gola, domethënë bën 2 gola për shkak të krosimeve që dërgon ai në zonë me goditje standarde dhe golat i shënon Michel Balak dhe Miroslav Klose. Dhe isha, ky që nga lojtar, ishte një bjondi shumtuar, po e them kështu. Edhe unë aty fillova të them, shiko, e dua këtë gjë se po më jep adrenalinë dhe pas gjithë kampionatin e Euro 2008-s, madje u mërzita se Gjermania shkoi në finale me atë vit me Spanjën, përballë Spanjës dhe e fitoi Spanja në 2008 Europianin, dhe isha aq e lumtur që po e shikoja atë gjën, aq e lumtur sa që, domethënë, u mërzita në fund që nuk fitoi Schweinsteiger, nuk fitoi Gjermania dhe pastaj u bëra tifoze e Bayernit. 10 vjeçë isha, nuk kishte. 2008 ka qenë ekskluzivitetin ka patur për shfaqje kampionat televizioni Alsat në atë vit. Këtë nuk e kisha si informacion, duhet ta kisha marrë. Për këtë parë që ka ndodhur. Fantastike, është shumë e bukur në fakt. Dhe filloi kështu, pastaj normalisht duke u lidh më shumë, duke parë më shumë, e lidha veten viti që ishte kulminant që unë realisht e kuptova që nuk bëj dot pa futboll, ishte viti 2012, 4 vite më vonë, Bayern München kundër Chelsea në finalen e Champions League-s humbe me penalti. Shkon me 1-0, domethënë shënon Thomas Müller golen, pastaj Didier Drogba barazon me Chelsea-n. Me një rast një goditje në port gol Chelsea, o zot. Tifozë nga ana tjetër, ishte. Tifozë, po isha fëmijë, isha adoleshente, lutem shumë, isha vetëm 14 vjeçë, normalisht që fantastike. Do isha tifoze. Momenti që e ka aty ndryshuar jetën. kuptova që unë fillova më përpara isha mërzitur, por aty fillova duke qarë. Duke qarë dhe nuk dola 3 ditë nga shtëpia. Dhe thash, një gjë që më bëri kaq shumë si mund ta le, normalisht pastaj u futa gazetarisë. Fantastike. Dhe sporti, studiova gazetari, në momentin që studiova gazetari politike për fat keq. Wow, një kërshëtim shumë interesant. Marr vesh dhe nga gazetaria politike, kam punuar si gazetare politike 2 vjet, kronikës zezë dhe aktualitetit në Shqipëri normalisht në Tiranë, dhe isha okej, nuk po gjeja veten, merja vesh e bëja se gazetaria më pëlqen, investigimi, duhet merja vesh, duhet isha e përfshirë. Po nuk po e gjeja vetë, mungonte diçka që më mbante gjallë. Si shprastir, domethënë, kështu duhet të diçka që mungon fusha. Pak shumë aty e analizoja se çfarë mund të ndodhe dhe ku mund të dilja në një situatë, domethënë ishte një ngjarje politike, unë mund bëja analizat, faktet, balancimet dhe shkoja. Por ajo ishte lajmi. Ishte lajmi, bëja një, domethënë nuk më jepte adrenalinë se e parashikoja pak a shumë çfarë do raportoja. Në futboll nuk ke shanse ta parashikosh në 10 minutë. Absolutisht. Dhe në momentin që ti shikon dikë favorit, aty përmbyset çdo gjë. Kemi një rast fundit, Bodo Glimpin që përjashtoi Interin. Kush e mendonte Interin e madh? Ta përjashtonte një ekip si Bodo Glimti, askush. Unë personalisht nuk e parashikoja dot. Po si ndodhi para 4 viteve kur edhe Maqedonia fitoi Italinë. Domethënë ajo ka qenë fantastike. Janë parashikime të cilat nuk mund të dimë asnjëherë. Dhe futbolli të jep këtë gjë që ti do jesh gjithkohës në adrenalinë, çfarë do ndodhi. Edhe jashtë ti nuk e parashikon dot, nuk e investigon dot, nuk e hulumton dot si duhet, sepse ti mendon që ky lojtari është gati për të luajtur dhe është në formacionin e trajnerit, është në idetë të trajnerit, dhe ti shkon dhe bën gjithë lajmin këtë gjë. Në darkë merr vesh ai lojtari e ka zënë temperatura. Ka dhe nuk vjen nesër, sigurisht, që të shtojnë gjithë parashikimet. Gjithë parashikimet dhe ti je okej. Po, Mirela, kështu publikisht e thash edhe pak më parë, thash edhe publikisht që e kam menduar pjesën e gazetarisë sportive, edhe pse nuk qëndroj shumë mirë me sportin, po pse jo të dalë në fushë ta provoj. Edin, pa e provuar ndonjëherë nuk e din se sa mund të ta gjesh veten. Por ja që edhe Maqedonia, edhe Kosova, edhe Shqipëria disi na ngecën dhe thashë di çfarë po e lë thash, pasi që nuk po shkoj, që të shkonë, nëse kualifikohesh të njërin nga po ata, unë tash të shkoj në Meksik. Do shkon në Meksik ose në Kanada. Jo, unë në Meksik, dritroj do të shkonte në Amerikë dhe kishim një gazetar tjetër po. Unë vija dhe unë me ju. Po ja që më dështuan planet. Të flasim pak për kombëtarët kështu rajonale. Kishim pak zhgënjime këtu. Duke parë
duke parë në statistika, kombëtarja e Shqipërisë kishte një farë mundësie të përfaqësohej. Por unë në një deklarat kam thënë dhe në një raportim timin kam thënë që unë shikoj Kosovën më favorite për të kualifikuar në botror se sa kombëtarin e Shqipërisë apo kombëtarin e Maqedonisë. Pak më herët e ke dhënë si informacion. Para se të ishte, domethënë mendimi im dhe logjika ime, se sigurisht dhe ne shikojmë statistika, shikojmë gjëra dhe ecim me një logjik të gjithë gjës. Pavarësisht se nuk ka parashikime sakta asnjëherë. Dhe më thonë pse? Dhe i thash, në një moment lojtarët e kombëtares Kosovës kanë minutazhin e plot. Është një kombëtare që është ballafaquar me Zvicrën dhe i ka marrë fitore Suedis. Suedia sot shkoi në kampionatin botror duke mundur Polonin që mundi Shqipërinë. Domethënë po bëj thjesht një paralelizëm. Dhe Maqedonia ka një kundërshtar si Danimarka përballë. Një kundërshtar shumë i fortë, një kundërshtar që ka lojtarë si Eriksen, ka lojtarë që janë të nivelit botror dhe luajnë ekipet shumë të rëndësishme të botës, shumë të rëndësishme të kampionateve europiane. Dhe normalisht kjo gjëja më bënte që ta mendoja që shiko, Shqipëria kundër Polonisë nuk kalon. Maqedonia kundër Danimarkës nuk kalon dhe mendoja që Kosova kundër Slovakisë kalon. Por e thash këtë gjën. Thash alternativën tjetër, nëse Maqedonia kalon kundër Danimarkës, Shqipëria kalon kundër Polonisë dhe Kosova kundër Slovakisë, Kosova do e ketë më të vështirë përballë Turqisë, nuk e kalon Turqinë. Ndërsa Shqipëria do e kalonte dyshen Ukrainë, Suedi, që ishte Suedia, do e kalonte, ndërsa Maqedonia do ngeste njësoj si Kosova. Dhe mendova këtë gjë duke parë raport të këtyre gjërave. Për fatin tim të keq, doli fjala ime. Nuk doja të më dilte. Ka raste që do të isha gabim. Unë në shumicën e rasteve kur raportoj një gjë dua që të jem gabim, me të thënë të drejtën, sepse përpiqem të jem sado që më jep adrenalin futbolli, sado që më jep pjesën këtë që nuk e parashikoj dot. Përpiqem që gjithmonë të jem të dal gabim, të them shikoj, kam pas gabim. Dhe kur flas për një lojtar që e kritikoj, them inshallah jam gabim, inshallah më sulet mua që ai të bëj performancë të mirë, se unë e dua atë gjë, se më shijon. Unë dua që nëse kritikoj një lojtar për lojën që ka zhvilluar, të më kthehet në të kundërt deklarata ime. Për shembull, nëse unë them po e marr kot një emër, po marr një emër botror, Harry Kane, nuk më pëlqeu ndeshja me Real Madridin, një sulmues si ai duhet rrit çik më i avancuar, jo të kthehet mbrapa dhe të organizoj lojën. Do doja që nesër si tifoze e Bayernit, ai lojtar të më zgënjej dhe të bëj shumë gola në ndeshjen e kthimit me Realin. Por ti bazohesh në statistika. Unë bazohem në statistikë dhe në atë çfarë shikoj. Po më intrigon, domethënë sepse tash të gjithë e dimë që sporti në botë, futbolli konkretisht është të në diskutim më shumë të gjinia mashkullore. Realisht. Dhe të drejtojmë tani pak? Jo, do doja të shumë një pyetje, sepse fatkeqësisht kështu është, edhe ky realitet. E thashë unë nuk do doja të potencojmë. Dhe shumica e gazetarëve sportiv, qoftë në diskutime, qoftë në kafe, janë me miq dhe diskutojnë. Me kë diskuton ti? Unë me kolegët e mi. Me kolegët. Ka në Tiranë, ka vajza, nëse më lejo të përmend emra gazetareve, është Sabina Ameta, është Trevisa Tufa, është Eva Murati, është Aida Durishti, ka gazetare vajza që janë shumë të afta. Unë për shembull, ne te gazetarët kur bëjmë akreditim nëpër stadiume dhe shkojmë, realisht të them mund të jemi 4-5 vajza, 4-5 gazetare që jemi gjithmonë aty, jemi gjithmonë, gjithkohës duke dhënë analiza dhe duke diskutuar dhe me djemt, me gazetar, kolegë tanë, që realisht ata me ne thojnë ndonjëherë më mos se na lodhët. Dhe kjo pjesa ne hasim akoma që ju jeni për nguzhin, vazhdimisht dhe mua kjo gjëja nuk më pëlqen fare. Fantastik! Ju mund të jepni lajmet e motit se jeni shumë të bukura, apo mund të jepni lajmet e kulturës, zakonisht vajzat dhe gratë japin lajmet e kulturës, por nuk jeni për në sport, kemi këtë ankesën nga tifozët, por e di çfarë kuptoj? Që me shkut jenë për kuzhinë? Kur e ke mizën bas veshit, ke frikën se do ta marrë vendin një vajzë, një gruan, në atë gjën, ti ja akuzon. Dhe ne kemi arritur t'i marrim këto vende, me mishe me shpirt, me thonjë e me këmbë. Me punë mbi të gjitha, mirë po ajo bukuria është edhe shtesë, pse jo? Mua më pëlqet se Mirela po e thoshte atë që ja thon,
Dhe unë e pritja këtë që meshkët vërtet janë të mirë për kuzhinë, janë të mirë për... Po sheftë më të mirë, do më thëma se shefët më të mirë janë meshkuj. Janë meshkuj, që meshkuj. Se gazetarët sportive të mos jenë. Mirela, si ju konvenon ashtu edhe do më thënë në stilin, si thonë po. Unë, sepse koha shumë po jetë shpejt dhe unë jam me të vërtet kështu po të dëgjoj edhe nuk është që kam shumë informacione, unë për sportin mi po e shijoj, me të vërtet e shoj një gjë, nëse ti vje me mua 3 herë në stadium, herën e 4 do shkosh dhe do i mësosh gjitha gjëra vetë sepse unë do shpjegoj gjatë ndeshjes. Më ka ndodhur me një kolege, nuk mund të them emrin, ajo kishte qef pasion sportin, por aq merrte vesh, dhe aq merrte vesh, domethënë, dhe nuk kuptonte as çfarë ishte rregulli i offside-it, që ne duhet ta dim me patjetër. As nuk kuptonte se si duhet çfarë ishte, pse po vendosem, pse po rrin atje, pse u ngrit flamuri, ç'a ndodhi. Sistemi VAR është duke e shpjeguar. Kjo VAR i pyeste vazhdimisht dhe unë i thash hajde me mua po. Këtu e shpjegoj me informacionin përpara se çfarë është. Dhe tha, asnjë nga djemt nuk arritu do të ma shpjegoj mirë, sepse djemt tash e kuptojnë ndryshe futbollin. Nuk kanë definicione, kupton? Nuk din të ta shpjegoj sepse nuk din të ta krahasojnë, nuk din të ta përshtasin. Dhe nëse ti vjen me mua në 3 ndeshje në stadium, ditën e 4, mos të thuaj para dritroj, të lutem. Ndeshjen e 4 ti do e mbysër drejtën. Ja që të erdhi një ofertë shumë e mirë. Nuk do kesh asnjë lloj diferencë, ai do thotë sa vite ke që e futbollin goca. Flasim pastaj. Hajde gëzuar për këtë ofertën e re që dritroj të më mpysh po e lash vetëm. Mund ta lesh, ta shohim merr për ballon pa një vajzë. Do të mundohem, jo, absolutisht jo. Ne e dim vlerën njëri tjetrit. Edhe ja kam thënë publikisht, që edhe formati i emisionit është sikur ka nevojë për debate, për mendime të kundërta. Shkojmë kështu pak si maca me miun, po kënaqemi shumë, me të vërtetë energjinë e kemi fantastike. Po mundohemi të luajmë pozitën dhe opozitën gjatë gjithë kohës. Minutat e fundit. Mirela, më thuaj, edhe pse nga gazeteria nuk guxon të synosh nga një, edhe pse thave që je fanca e Bayernit. Po nën vedi e ka. Nuk del ndonjëherë në pa. Patjetër që dal. Mua njerëzit në Shqipëri, gazetarët, kolegët e mia, po dhe tifozët shpesh, se na njohin tani më na shohin në stadium, më kanë akuzuar gjithmonë nëse jam tifoze mes Egnatias apo Dinamos. E cila qëndron në asnjëra, sepse unë kisha punë gazetari, ndaj që në gazetarinë sportive ti do marrësh 2-3 ekipe dhe ti do i përfaqësosh 2-3 ekipe, do i ndjekësh ato kryesisht dhe do raportosh për ato sepse nuk mund t'i mbulosh 10 ekipe. I njëjti person do kesh një uri në bazë, po lojtarët e këtyre 3 ekipeve do i njohësh dhe do i ndjekësh. Dhe mua më akuzonin vazhdimisht që isha e Dinamos apo Egnatias. Dinamo ka ngjyrën blu. Nuk po flasim, po... Po doja, doli në pa. Jo, nga tropoja jam, origjina ime më lejon që t'jam... Na doli në pa, ndërsa nga ana tjetër kemi pësën, kemi të... E kundërta, mos më gatrot. Edhe... Por faktikisht unë jam tifoze e Flamurtarit, një ekip që nuk e përfaqësoj dhe nuk e raportoj unë. Normalisht mund të raportoj sepse dëshira ime në Shqipëri është të raportoj dhe është dëshira ime gjithmonë të raportoj në gjërat kuqezi, siç për shembull mund të raportoj Shkëndijën me gjithë shefin më të madh. Të ka ndodhur deri më tani? Po, më patjetër, sigurisht që e kam raportuar Shkëndijën. Për shembull kur ishte në Conference League, unë e raportova, domethënë kam punuar mbi për të njohur më mirë Shkëndijën dhe kampionatin maqedonës për shkak të Shkëndijës. Domethënë, duke raportuar për kampionatin e Maqedonisë së Veriut, për shkak sepse ishte Shkëndija. Fantastike. Domethënë, unë e dua Shkëndijën dhe më duket si një kombëtare e dytë për shkak sepse ka ngjyra të kuqezi. Dhe mua është mund të jetë dhe Shkupi që unë mund ta suportoj. Por ngjyrat kuqezi. Sikur të tërheqin. Jo më tërheqin, mua më vlon gjaku. Është ajo. Domethënë është ajo. Mua më duket kombëtare e dytë Shkëndija. Domethënë, nëse luan Shkëndija unë do e shikoj me patjetër për shkak sepse i ka ato ngjyra, i ka ato fanel dhe më duket sikur ajo Shkëndija e vogël, duke qenë që unë s'kam pas më përpara raportet me Maqedoninë, dhe Shkëndinë e vogël për Maqedoninë e ndezi Shkëndija tek unë. Domethënë për pjesën shqiptare në Maqedoni e ndezi Shkëndija tek unë. Dhe ndaj e lidh edhe këtë gjën me pjesën e Shkëndijës dhe them që po, more, më vlon gjaku, më vlon zemra, më rre zemra ndryshe kur luan Shkëndija, më rre zemra ndryshe kur luan Bayerni, më rre zemra ndryshe kur luan Shqipëria. Normalisht vloja. Shiko, atë e ndjejmë të gjithë. Pasi që jemi në minutat e fundit, do doja pak sepse të tregova që parashikimin apo një bas që humba me dritroj në orët e para të mëngjesit kur vendos njëri pa pirë kafën e mëngjesit dhe bën gabime. Mirë po, the që je shumë parashikuese e mirë. Po.
Do të dëgjojmë të na tregosh parashikim për botrorin. Ndoshta është shumë herët, ndoshta është shumë pak, kështu diçka që mund të ndash. Unë pikë parë uroj që botrori të ketë një hirushe të bukur, si gjithmonë ka pasur. Vitin botrorin e kaluar ka qenë Maroku, që shkoi deri ku shkoi, dhe uroj që këtë vit të ketë përsëri një hirushe aq të bukur sa kishte Maroku, pra një ekip që nuk është pretendent, po të kalojë deri aty për tu kapur me pretendentët. Gjithmonë në botror janë Gjermania, Argentina, Anglia, Franca, Spanja që nuk tolerojnë. Brazili gjithashtu, janë ekipe që janë gjithmonë aty. Por, unë jam tifoze e Gjermanisë. Si që kuptuat, për Schweinsteiger jam tifoze e Gjermanisë. Por, nuk e shikoj Gjermani favorite. Këtë vit? Unë këtë vit, e them me shkoj tek Anglia. E shikoj Anglin ekipin që është i pathyeshëm sepse ka mbrojtjen shumë mirë, ka mesfushën shumë mirë dhe ka një sulm të frikshëm. Me të drejtën ka Harry Kane. Nuk të fale ai lojtar, ai centimetrat, milimetrat t'i hanë edhe të gap golin. Por gjithashtu bani vesh, dëgjoni, mos e harroni. Por gjithashtu nuk e largoj dot Spanjën. Spanja është me plot talent. Është fituesi janë fuqi europianit. Dhe normalisht shkon me petkun në asaj gjës. Uroj që Gjermania të eci, minimalisht kapi gjysmëfinalen ose finalen. Për ta fituar nuk besoj. Uroj, por nuk e besoj. Nuk e besoj, është tjetër gjë çfarë dëshiroj dhe tjetër gjë çfarë mendoj. Unë vetëm dua të ndaj me një informacion sepse kam qenë shumë e lumtur për Bosnjën. Më thuaj për Bosnjën si e shet të paktën deri ku. Shpresoj, kjo është hirushja që thashëm. Jo, me të vërtet po, jam shumë e lumtur për Bosnjën. Më pëlqen ja shikoj, e shikoni, mund t'ja dalë. Patjetër. Mendoj që Bosnja mund t'ja dalë dhe mund të heci dhe po kaloj fazën e grupeve. Është mrekulli, duhet të falenderoj sepse çfarë i mungon? Sepse në minutën e fundit çfarë i mungon? Nuk i mungon asgjë më as kujt se topi është i rrumbullakët, 11 kundër 11-ve janë. Fundi a fundit 90 minuta loj, po të kapem unë dhe ti për një top, nuk i dihet se ku shkon fati. Është çështje sekondi dhe aq që ndryshon gjithë gjëja. Prandaj dhe unë Bosnjën e uroj që të kaloj fazën e grupeve dhe të eci. Gjithashtu uroj edhe Zvicrën, se kemi një Granit Xhaka atje. Unë do doja shpejt, me që jemi 30 sekondat e fundit. Një mesazh për gjithë gocat? Gocat. Për të stimuluar për këtë profesion. Unë do drejtohem te gocat pikërisht sepse më dhem se di që ka goca që e duan futbollin, po aq sa e dua unë. Di që ka goca që janë më të afta se sa çunat për ta komentuar dhe raportuar futbollin. Ju lutem mos e lini dëshirën tuaj dhe mos e lejoni asnjëri t'ju ul dhe t'ju thotë që je vajzë dhe ke vendin në kuzhinë. Ti zemër dhe ti grua dhe ti vajzë ke vendin ku dëshiron ti, fusha e gjelbër, stadiumi, tribuna, studio, dhe ku të kap drita jote më e bukur. Shkëlqy atje ku ti do me shkëlqy. Mos le asnjëri, as prind, as vlla, as motër, as shoqëri të uli aty ku ti nuk duhet të ulesh. Shkëlqe dhe jepi forca se do i gjesh veten. Le ta ndjekin zërin të gjithë. Mirela, faleminderit shumë që ishe pjesë me sot. Edhe se folëm pak sa kështu, po do ta kemi edhe një herë tjetër për më të detajuar. Nuk na shpëton më ta dish. Domethënë provove të jeve akullin tash më je këtu të kemi. Sigurisht. Me gjithë kënaqësinë time. Faleminderit shumë. Unë dua që të vi gjithmonë të jem me njerëz që më kuptojnë dhe i kuptojnë. Do të jesh mirëseardhës. Dera është e hapur gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit Valbona. Të gëzuar Pashkët, të paqë një fundjavë të këndshme. Sot jemi e premte, e dini? Jemi të hënën, të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Deri atëherë miqdashur, buzëqeshje, puthje, për qafime sa më shumë. Shihemi të hënën, të njëjtën kohë, të njëjtin vend.